këndvështrime, deklarata, analiza, hamencime, nga njërë pafund me ngjyra të ndryshme, atë që ta quaja një lloj tymnaje e çuditshme që është ushqyer nga diskursi i brendshëm, po jo domosdoshmërisht nga informacione burimore, relevante, të verifikuara dhe të besueshme. Raporti IBARS, Interim Benchmarks, të cilin komisioni ja ka paraqitur Këshillit. Tani, Këshilli e ka marrë raportin, ka filluar diskutimin dhe vendet ndryshme kanë pyetje të ndryshme. Do ishte absurde e pakuptueshme dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që 27 vende anëtare të marrin një raport mbi suntimin e të drejtës, mbi gjendjen e cilën është Shqipëria në këtë fushë, në përputhje me angazhimet e marra, në përputhje me pozicion e Bashkimit Evropian të miratuar në konferencën qeveritare me 14 tetor 2024, dhe mos kenë pyetje. Ky është ushtrim absolutisht klasik. Këto pyetje mund të merrin 4 javë, 6 javë, 8 javë, atë nuk e kemi në dorë. Jemi eksaktësisht në këtë proces. Dhe në bazë të pyetjeve, ne nuk jemi rreth tavolinës atje. Në bazë të pyetjeve është komisioni që e përgjigj dhe thotë, kjo është e sqaruar këtu, kjo është e sqaruar atje, këtë e kemi parë këtu. Pra domethënë, ne jemi atje. Nuk na pret bota sa të marrim kafen e mëngjesit, një ritual i përhershëm. Dhe as nuk na pret bota dhe nuk ndalet bota në orën 4, kur e mbyllim derën dhe mendojmë se kemi bërë punët dhe shkojmë në shtëpi. Pra mbështetja e parezerë për Kosovën është të mbetet në linjën e parë. Kjo është një mantra për çdo që është në këtë zyrë, në këtë vend, në këtë karrige apo kudo që tjetë në hierarkinë shtetërore. Përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është një drejtë e garantuar nga kushtetuta dhe legjislacioni atje. Dhe kjo e drejtë nuk mund dhe nuk duhet as të vihet në diskutim, as të kufizohet e as të bëhet pengesë në praktikë. Është thelbësore që kjo çështje, dhe këtu duhet dalë edhe tek mënyra se si ndërveprojmë ne, është thelbësore që kjo çështje të adresohet në mënyrë institucionale përmes dialogut dhe në përputhje me standardet legjislacionit vendas atje, por dhe me standardet evropiane.